Në jetë ecim përpara me plane, punojmë fort, ndërtojmë synime, mendojmë për nesër. Dhe pastaj, pa paralajmërim, jeta merr një kaje tjetër. Ajo që dje dukej e rëndësishme, sot zbehet. Prioritetet rivendosen. Në një moment të vetëm, shëndeti bëhet mbi të gjitha. Sot, në pa komplekse, flasim për këtë kthes. Për forcën që lind kur gjithçka ndryshon dhe për shpresën që nuk shuhet. Djeza Begolli Berisha, një grua e re, profesioniste, nën, nda një rrëfim të sinqert përballë një diagnoze shumë të rrallë. Ky nuk është një rrëfim për frikën, është një rrëfim për jetën, ashtu siç vjen, dhe për shpresën kur ajo bëhet zgjedhje. Faleminderit shumë që e pranove ftesën time, Djeza. Faleminderit edhe ty, Elion, për ftesën. Me shumë kënaqësi. Djeza, fillimisht na trego pak kush është Djeza si nën, si profesioniste, si grua e re, si do ta përshkruajti veten sot për ata që ndoshta nuk të njohin. Qysheceke dhe vet, Djeza është një nën, është psikologe me profesion, është grua e re e cila në moshë të hershme është dashur me u përballë me shumë ndryshime shëndetësore, edhe me sfida të mëdha. Si nën mundohem me qenë e përkushtume, me dhonë dashnin maksimale, sidomos tash kur e kom pa që është e vetmja mënyrë për me mujt edhe me vazhdu jetën përpara. Si profesioniste, psikologe, do me thonë me profesion mundona me qenë shumë empatike, e përgjithshme, edhe me i kuptu njerëz për mënyrën se qysh ata funksionojnë dhe pse. Edhe normalisht si grua e re, e cila tash e sheh jetën pak më ndryshe edhe mundohet që edhe tjerët me i bo me uni mirë me prezencën e saj. Djeza, një moshë shumë të re, vetëm 28 vjeqe, more një lajm të papritur në jetën tënde. Cili ishte reagimi yt i parë në ato momente? Normalisht që po mendoj jo veç për mu, besoj që edhe tjerë të cilët marrin diagnoza të tilla, reagimi i parë mundet me qenë shoku, ku ndoshta edhe nuk i fjalë për me përshkru, edhe me akseptu si fjali se çka po ty po të ndodh. Për mu personalisht, njëherë më është mbajt e fshet këtu në Kosovë, dyshimet e para prej doktorave këtu edhe familjarëve të mi, derisa kemi shku në Turqi. Unë e paka shumë turqisht të në di, kështu që momentin kur kemi hyrë në repartin e onkologjisë, unë veç e kom ditë sa është sahati që thojmë na, po mas disa dite kur ka ndalë rezultatet e PET skenit atje inqizimeve, edhe filloi doktori me spjegu, normalisht që më kam bizotru te unë një heshtje, se i kisha prezent disa familjarë të mi, e që në sy të tyne, une o dasht me pa tjetër me qenë e fort. Po jo mundu të paktën me kamuflu frikën me cilën unë jom ballafaqu në atë moment. Pikrisht për këtë deshta edhe me të pyet, si e përballove frikën edhe pasigurinë që erdhi në ato momente? Normalisht që në ditët e para, sidomos ditën e parë ku unë e kom pranu si informat, nuk është që e kom majt mas mirëti për vete, po jo në sy të tjerve, po mandej tu i mendu njerës që më rrethojnë, tu i mendu djalin tem të vogël, më kom thonë që më duhet me qenë pa tjetër e fort, në mënyrë që me u bo mirë për ta. E përmende familjen, ato gjendën pranë, rreti, familjar, shoqëria, në ato momente kur më të shumë t'i kishe nevojë? Po, realisht, Elion, për me u përballë me një smundje të tillë, të duhet pa tjetër përkraja e të tjerve. Këtë rast familjarve, rrethit të ngushtë, shoqnisë. Nuk është përkraja në këtë pjesë, në këtë sfidë, nuk është luks, menoj që është domosdoshmëri,
është jetike për me mujt me përball sëmundjen ma letë. Unë kom pas fatin me pas një familje e cila jo vetëm familje e ngushtë dhe familje e gjerë, të cilët më kanë dhejt ofër prej ditës së parë, kanë bashkëndije me mu, edhe janë mundu që në çdo hap temin që unë e kom qitë në këtë rrugtim, me më qëndru ofër, me mirë kuptu, edhe me u mundu mu me mbo mirë. Po jo veç familja, normalisht që edhe shoqënia, rrethti shoqënor, të ardhë me ndajt me mu. Nështë jo me shumë fjallë, po kam jaftu vetëm prezenca e tyne. Në shumë raste, heshtja flet ma shumë, kështu që për mu, veç që ju kam ra në mend edhe ka nda kohë prej kohës të tyne, me ardhë të one ose me më shkrujt ose me më telefonu, ka që kam jaftu që one me undje mirë. A pate zhgënjime dhe për njerëzve që mendove që keme i pas ofër në këto momente? Normalisht, mendoj që është i pa evitueshëm. Jetojmë në një botë ku edhe momentalisht jeta është bërë shumë dinamike, se cili ka problemet e veta. Mendoj që si të gjithë, edhe unë i kom pas disa shkënjime, po që i kom tash, jom bo pak ma selektive. Du me i rujt pran vetës njerë që më kanë qëndru ofër, me i mirë kuptu ata që nuk kanë pas mundësi, edhe normalisht që për mu është rëndësishme me pas ofër vetës njerës që më japin pozitivitet, më japin energji të mirë, edhe me i lon larg për ditëshmërisë tem njerës që kanë energji negative dhe mu ma stresojnë për ditëshmërinë tem. E përmendëm në fillim që je nënë e re, në ato momente kur u përballe me një diagnozë të tillë, me një lajm të tillë, a ishte mendimi yt i parë fëmia? Normal. E kom në qato momente, mendimi i parë ka qenë djali, në atë kohë kur unë u diagnostikova, djali ka qenë 1 vjet e gjysmë, Akili. Edhe normal që tanë kohën, jo vetëm atë ditë, po edhe gjatë tanë rrugtimit, lutesha që ato mës me lon pa mu, edhe mu pa ta, me mu i tone me u bo mirë, me i qëndru afër, se ka qenë edhe ai në moshë goxha delikate, ku veç proceset zhvillimore do t'i fillojnë me e kap kulmin, edhe normal kam vizitru dhe frika se që kjo periudhe jemja mundet me ndiku negativisht në zhvillimin e tij, po dashti Zoti që ja dola me menaxhu në ato mënyrën tem, që unë e kam ditë edhe qatë pjesë. Kur diskutum bashk, djeza e ndave një gjë shumë personale me mua. Momentin që u realizua operacioni, e kuptove që do të humbet edhe mundësia për të bërë prapë në. Si e përballove këtë situatë emocionalisht? Si informat, kur e ka marrë, normalisht që ideja ka qenë të bohna mirë, të paktën për fëmin që unë e kam aktualisht. Amo ka qenë një dhimbje e thellë në heshtje. Jo çdo kush të kupton edhe mirë kupton në qatë pjesë, se ko marrë shumë komente se hajtë se e ki djalin, s'ka lidhje. Normalisht që krejt që mi thojnë këto sene, unë i di që i thojnë për mos me mbo me unë ndje keq. Po unë e kom përjetu si një lloj zije në heshtje, në vete. Se unë jam pak person që i don shumë fëmijët, edhe në planifikimet për të ardhmen, për mua dhe bashorti normalisht që kanë qenë edhe fëmijë të tjerë, po tash e kom pranu me kohën, ende jam në pranim e sipër të këtij realiteti të dhimbshëm, por që tash mundona me u fokusu te fëmia që e kam, qashtu e ka darë Zoti, dhe kështu që unë e vazhdoj në këtë mënyrë me funksionu. Djeza, në momente kur përballesh me goditje të tilla, edhe vendi i punës ka një rol shumë të rëndësishëm, se sa të kupton ose të mirë kupton. A pate përkrahje në vendin e punës? Po shumë.
Në kohën kur unë jam diagnostiku, ka qenë drejtoreshi Hona Lushaku atëherë, edhe mbështetja e saj, mirëkuptimi që e ka tregu ka shi rastit tem, është unë e çmoj shumë. Mandej në këtë periudhë ka ardhur drejtori tash që është Samir Shahini, i cili nuk e ka diskutu pjesën e mungesës tem apo fleksibilitetit që ma ka ofruar në punë. Edhe, por nëse nuk kishin me qenë këto, edhe rikthimi jam kish me qenë ma ndryshe. Tash normalisht kom fillu me u rikthy edhe në punë, po prap ma kanë ofru një mundësi me qenë shumë fleksibile. Qysh do që unë e ndjej veten, se normalisht edhe pse ka përfundu procesi i kemoterapisë, trupi ende don kohë me u stabilizu edhe me u rikthy në gjendjen qysh ka qenë ma herët. Kështu që jo veç udhëhecit, po komplet stafi kanë qenë shumë të mirëkuptueshëm, më kanë ndihmu shumë në qatë periudhë, sen që mu ma ka dhënë forcën që mandej me pas as mos me u ndje keq ose në faj pse mu më ka ndodhur kjo, po mbështetja e tyne ma ka dhënë edhe motivin, edhe ndjenjen që unë jam e pranueshme, edhe unë jam ma shumë se sa diagnoza jam. E përmende shumë bukur këtë pjesë që je shumë më shumë se diagnoza, edhe vajzat si ti shërbejnë si model edhe për shumë vajza gra tjera që kalojnë në për të njëjtën sfidë. Kam pa raste të tilla, storje suksesi do t'i quaja të vajzave dhe grave të ndryshme që kanë kaluar në për të njëjtën sfidë, që thonë se rilindin pas kësaj sfide. A vlen e njëjta edhe për djelëzën? Patjetër. Ndoshta është keq me thonë, po për neve, të cilët e kemi përjetu një diagnozë të tillë, tash e tutje na funksionojmë me jetën para diagnozës me kancer dhe pas diagnozës me kancer. Edhe normalisht që pas diagnozës edhe përjetimit të krejt asaj sfide, ti je tjetër person. Nuk je më personi që ke qenë ma herët. Ndryshe e percepton jetën, ndryshe isha njerëzit, edhe ndryshe e mendon të ardhmen. Kështu që po, mendoj që shumë qëndron kjo pjesa e rilindjes si individ. Çka vlerëson sot më shumë se kur? Kohën, dashnin, njerëzit e sinqert, edhe normalisht jetën në përgjithësi. Cila është sot djelza pas kësaj përvoje? Djelza është ma vetëdijshme, me ma pak pritshmëri, ma e qetë, nuk i friksohet të ardhmës, nuk e ngarkon kohën me të panjohurën, po mundohet me jetu të tashmen, edhe me dhonë sa ma shumë dashni. Djelza ti je psikologe me profesion. Po. Sa të ndikoj profesioni në kalimin e kësaj sfide në aspektin e shëndetit mendor? Shumë. Profesioni më ka ndihmu në atë aspektin që unë me i njoft emocionet e mia, edhe ndjenjat me cilat unë e kam humbur përballë gjatë kësaj periudhe. Po normalisht që nuk më ka bu imune ndaj dhimbjes edhe ndaj krejt emotional roller coaster që unë i kam përjetu, po që unë e kam qenë e vetëdijshme për ato. Përkundër të gjitha i kam përjetu si krejt njerëz, po më ka ndihmu me qenë ma e qetë. Me i marrë gjanat me ma pozitivitet në atë aspektin që e kom ditë çka po m'pret mu, edhe më mundu me i fol vetës, me i qëndru afër vetës, edhe pse normalisht është ma e vështirë, se në këtë rast unë e kom qenë pacientja. Pas kësaj përvoje sot, a je ma e gatshme të ndihmosh edhe të këshillosh vajzat dhe gratë tjera, po edhe burrat e djemt tjerë që kalojnë për në të njëjtën sfidë? Po shumë. Se ndjenje e pati shumë të madhe ka shi personave që e kalojnë të njëjtën sfidë si kur une, se i di eksakt në për qa po kalojnë, edhe më dhem shpirti për secilin njeri që për shembull aktualisht sa na po flasim është u marr kemoterapi ose po përballet me të njëjtën diagnozë aktualisht. A mendon se njerëzit që e kanë te kalu këtë sfidë janë më të besueshëm, më relevant sa i përket këshillave që ata japin? Po shumë, se ata e kam përjetu vetë në lëkurën e tyre,
Edhe normalisht që njëri që ka përvojën mundet me tregu eksakt se çka mundesh me përjetu, çka duhesh apo nuk duhesh me bo. Në fillim e tham që do të flasim për shpresën, për jetën. Çfarë ndikimi pati besimi tek ti, domethënë besimi ndoshta në Zot, në jetë, në rrugtimin tënd? Normalisht që besimi në Zot ka qenë një prej arsyeve kryesore që mu ka shty në përditshmëri për me ja dal, një muslimane, kështu që edhe në kohën kur unë jom lodh ma shumë, dhe kur kanë mungu ndoshta shtysa tjera, motive tjera, besimi në Zot mu ka mbajt shumë. Se kom thonë, Zoti e ka pru këtë sfidë tone, Zoti i don njerëz që i sprovon, kështu që çdo ditë unë jom lut edhe kom shpresu që Zoti i pranon lutjet e mia edhe më ndihmon me qenë e qetë, shpirtresht, se shumë do me thonë me qenë e qetë edhe shpirtresht emocionalisht në këtë periudhë. Pas gjithë kësaj përvoje, çka i jep forcë djellëzës sot? E thash edhe ma herët, tu dash mës me u përsërit, edhe gjatë rrugtimit, po dhe tash djali jem është personi këtë që mu ma jep forcën ma të madhe, pa vetë dijen e ti, se është ende i vogël. M'jep forcë vetë jeta, tu e marrë parasysh që jom ende këtu. Çdo ditë për mu është bekim, çdo ditë për mu që unë e vazhdoj, është shumë e rëndësishme dhe kjo më jep forcën ma të madhe për me vazhdu tutje, kur e di në për çka kom kalu edhe jom mbajt, jom ende gjallë. Kështu që unë tash nuk mundona mos me marrë jetën për të mirë qenë. Mundona me qëndru e fort për njerëz që mbrethojnë, edhe për njerëz në për të cilët mendoj se e marrin forcën prej meje dhe prej sfidës që unë e kam kalu. Djeza, çka do t'i kishe thënë sot një vajzë ose një grye që po kalon nëpër të njëjtën sfidë që ti ke kalu? Kisha thonë shumë gjana, po mas pari kisha thonë me duru. Durimi është qelsi kryesor për me mbri me te i kalu sfidën, se e di që është vështirë, nuk është e lehtë, e di që ka me pas momente kur mendon me hjek dorë, po ne si individu me pranu që me qenë e fort nuk është gjithmonë çdo herë natyrale, ka me pas ditë kur duhesh me zgjedh me qenë e fort. Kështu që ju kisha thonë me pranu edhe emocionet negative që vijnë, sepse me qenë i shëndetshëm në anën mentale dhe emocionalisht mirë, duhesh me akseptu që keme qenë ai ditë ma e lodhun, keme qenë ai ditë keq, nuk është gabim me u friksu, nuk është gabim me mendu që nuk kemi ja dal, po thjesht mbas krejt këtyne emocioneve edhe frikës, pasigurisë, se normalisht ti nuk e din çka të vjen, çka po të pret, prap vendos me qenë e fortë, se nuk është gabim ajo thonja që është një dritë në fund tunelit, edhe nëse ki durim, kemi ja dal edhe me mbri qatë dritë në fund. Djeza e përmenda në fillim që diagnoza jote është shumë e rrallë. A na tregon pak për këtë diagnozë edhe sa persona janë të prekur në gjithë botën me këtë diagnozë? Okay, po patjetër. Në momentin kur jam diagnostiku me krejt analizat e inqizimet që ka i kam bo atje në Turqi, ka dalë që unë e kam diagnozën Ewing sarkoma uterus me metastaza në mushkri. Diagnozë shumë e rrallë me qenë se sarkomat janë kancere të eshtrave. Fatin fatkeqësi, unë e kam pas Ewing sarkoma i cili ka buru prej mitrës, me qenë se den me dalë edhe në inde të buta. Këtë rast unë e kom pas prej mitrës, dhe ka metastazu në mushkri, tash jam mirë. Aktualisht me krejt hulumtimet që janë bo shkencore, në botë janë lajmëru vetëm 28 raste. Në Kosovë, qysh më është thënë në klinikën e onkologjisë, unë jëm rasti i parë.
e cila jom trajtu me këtë diagnozë këto. Djelzan, na tregon pak edhe për pasigurit që ti i ke tash. Cilat janë pasigurit me cilat përballet Djelza? Tash, normalisht që periudha mas kemoterapisë është për mu personalisht ka rezultu me qenë periudha më e rëndë. Daha më e rëndë se sa kur jom diagnostiku. Shkaku që tash ka përfundu kemoterapia, nuk jema në mbrojtjen e saj. Fillojnë mandej shumë mendime të ndryshme në kokë, qysh ka me ja dal, çka ka me ndodh, normalisht që ti mendon që mundet me u rikthy smundja, i lexon hulumtimet shkencore ku 2 vitet e para janë kritike për rikthimin e sëmundjes në cilën do formë të saj, sidomos predispozitat janë të larta me ata që kanë pas metastaza, edhe mendimet nuk ndalojnë çaty, po tu e marr parasysh që tash mjekësia ka përparu, mundona me i ndihmu vetës që mos me e lodh shumë vetën me këto pasiguri, të cilat normalisht që ndikojnë në funksionimin e mirë e të përditshëm. Unë e duhna tash 2 vjet rande kam çdo 3 muj me shku me i bo incizimet, PET-CT e këto për me përcjell gjendjen se si është. Po besoj që në qëtë periudhë njerëzve ju duhet, njerëz të cilët po e kalojnë si unë e kam marrë edhe ndihmë psikologjike, për me ma qetësu edhe me ma ndihmu qëtë pjesë, edhe mendoj që të gjithë duhen me ndërmarrë qatë hapë, se të ndihmon shumë, të qetëson shumë, fillon me se çka të ndihmon ty me funksionu mirë, edhe me pa se çka aktualisht ja vlen, nuk mendoj që ja vlen me stresu vetën, edhe pse është diçka që nuk e ki në dorën tane, se fillon mandej ishe njerëz që flasin edhe fatkeqësisht na nuk e kemi mendoj një kulturë ose mentalitet që din me fol me një person që ka kalu nëpër këto sfida. Ka njerëz për shembull që të thojnë hajde se që ty s'pas ka gjetë kur gjë mirë je tash, kur gjë nuk është, mos e bo t'madhe. Sa të ndikojnë ty këto fjalë? Këto ndikojnë njerëzve? shumë. Ndikojnë shumë, sepse sidomos vijnë prej njerëzve të cilët nuk t'kan pa në qatë kohë. T'kan pa pak ose hiq. Edhe ndikojnë atë shumë sa që ti thu, po ka dalë nëse ti s'm ke pa çka kom hi kone, nuk e qenë çdo ditë me mu për me pa në për çka kom kalu. Pse ti po mshemu pozitive, pse ti po mshemu t'u kesh, edhe nuk po vi me qatë rëndesën psikologjike, fizike, dhimbjet fizike që i kom pas, nuk do me thonë që hajtë se e kom kalu. Ka njerëz që më thojnë, hajtë se hjekat harrohen, po kjo është ma shumë se hjek, nuk është diçka që harrohet, është shenjë që të mbetet brenda vetës. Unë edhe ma herët gjatë diskutimit e thash që për neve tash jeta është para diagnozës edhe mas diagnozës me kancer, sado që na nuk dojna me leju vetën me qenë diagnozë, na jemi ma shumë se diagnoza, po patjetër që na deshtëm nuk deshtëm, vetë na personat që kemi përjetu këtë sfidë, e bojmë që të dallim, se na e dim qysh kemi qenë, na e dim çka ka qenë ma përpara e rëndësishme për neve, edhe çka është e rëndësishme tash. Na e dim vlerën e jetës ma herët, edhe qysh e shohim jetën tash. Ka njerëz të cilët nuk e shohin si, jo nuk e shohin, mendoj që kur të shohin mirë mandej e harrojnë për çka ke kalu, edhe normal që prej pasigurive të tyne edhe frikës që e kanë ndaj termit kancer, nuk dojnë edhe ty me të bo me undi keq, po që unë e mendoj që njeve kjo veç na bën ma të fort, edhe nuk do me thonë që duhet me u friksu me përmendu se me diskutu me dikon tjetër këtë pjesë. A e ke pa ndonjëherë këtë sfidë me cilën je ballafaqu si stigmë, a je mundu me e largu, dhe me thënë, këtë lloj stigme ndoshta nga njerëzit që kanë që i përmende pak më herët?
Unë ma shumë e shoh si frikë personale të njerëzve që na rrethojnë. Ndoshta është frikë prej dashurisë të madhe që e kanë për tjetrin. Edhe nuk dojnë me përmend mandej as si term, se le ma me diskutu ma detajisht sfidën se çka ka ndodhur te rrugtimin. Normalisht që me kohën nga njerë mendoj që fillojnë edhe pak me u stigmatizu. E shoh një tendencë të hezitim të njerëzve kur bie biseda mbi sfidat dhe diagnozave me kancer, ose kur na ndodh si në familje ose në shoqni që dikush ndron jetë nga kanceri, edhe mandej vrehet që e kanë shumë probleme të njoftu ty, së pari, ose me të tregu, ose me diskutu lirshëm në për çka ka kalu tjetri që e rezultoj mandej me vdekjen. Djelza, çka ke mësu për veten që askur tjetër që nuk po e kalon këtë sfidë aktualisht nuk mund ta di? Njeri nuk e di ke sa ish i fort pa u sprovu. Kështu që e kom vrejt që Djelza ish shumë e fort, edhe njerëz të cilët nuk sprovohen, mendoj që po e marrin jetën shumë të mirëqenë, sidomos tash. Jeta është shumë e shkurt për me u marrë me gjana që nuk ja vlejnë. Kështu që njeri aktualisht njerëz po fokusohen shumë për të ardhmen, për gjanat materiale, po jeta është shumë e shkurt për mu mirë me qato, po haroj me gëzu të tashmen, me i dasht njerëz që i kemi aktualisht, po haroj me u gëzu me gjanat e vogla, koha është shumë e çmueshme, kështu që njerëz unë mendoj që duhen me jetu të tashmen, pa marrë me garancion të ardhmen se çka po t'vjen. Djelza, shumë faleminderit që ishe pjesë e podcastit tim pa komplekse. Elion, faleminderit edhe ty për ftesën, edhe shpresoj që sadopak ky rrëfim i sfidës tem, edhe gjana që ka i kom thonë kanë me i motivu dikon tjetër për me qëndru të fort, edhe me kalu në për një të në rrugë që shune kom kalu me pozitivitet, që ashtu që shune kom ujtë edhe ja kom dalë. Pa tjetër, në vlerësoj shumë që ndave këtë rrëfim kaq emocional, po edhe shumë shpresdhënës me gjithë neve. I t'jam shumë mirë njohës. Shumë faleminderit edhe një herë. Faleminderit që sa shto. Faleminderit edhe miru pafshim në episodin e radhës.